Flasim për një qytet ku je lindur e rrit. Po flasim për një kodë e pjesë. Qysh, sa e ke pritë që keme dalë kandidat, dhe qysh është puna? Faleminderit për intervistën mas pari, për eksklusivitetin që ke vendosur ma vonë. Po e ki ekskluziven, që është e vërteta nuk është që unë kam shpreh ndonjë interesim për me qenë kandidat, po prej përvojës time me gjas pozicionet politikë që ma let janë të arritshme ato që janë ato që të cilat personalisht nuk i kërkon. Unë personalisht nuk kam kërku me qenë kandidat për kryetar të Mitrovicës, pavarësisht që unë e du këtë Kosovën, po Mitrovica mbetet pjesa edhe krenarisë, po edhe plaga Kosovës, e cila ka fillu kohët e fundit do të me usheru në shumë aspekte dhe dimensione. Ka pas kërkesë tepër të madhe të qytetarëve, bashkëpunëtorëve që vinë nga Mitrovica, po edhe të disa qendrave të tjera, të cilat e kanë vlerësuar që është me interes, që mas përfundimit të suksesshëm të mandatit të ministrit me qenë dhe kandidat për Mitrovicën. Nuk kam shpreh ndonjë interesim, por kërkesat kanë ardhur duke rrit secilën herë, edhe në funksion të kësaj, kam diskutuar edhe me ministra të tjerë që e kanë patë rrugës që në të jenë kandidatë dhe ka kulmu mandej me një diskutim gjatë me kryeministrin, ndoshta mbi 5 orësh. 5 orë? Po, për krejt objektivat edhe synimet që i ka qeveria për atë pjesë, edhe specifikisht për Mitrovicën, edhe karshi kësaj, kur u shpalesën gjitha planet objektivat, po kur paraqita edhe pikpamjen time se cilat janë veprimet ose qasja që duhet qeveria që ndurë me pas karshi Mitrovicës, atëherë në ecësi për këtij diskutimi nuk mbeti gjë tjetër vetëm se të pajtona që t'jem kandidat. I lëvizjes vetëvendosës dhe guxo për Mitrovicën. Faton, njemi shumë aty, thash kemi bashkëllëtu dhe politikisht dikur. Në këtë rrugtimin tonë politik, si aktivist, ma e menë si aktivist, si kandidat, si këshilltar i lartë, si pjesë e grupit ekspert në atë kohë të LDK-s, si guxo, si deputet, si ministër, me gjithë të sfida në këtë rrugtimin tonë politik, s'ka do të të për ty në aspektin emocional e njerëzor kandidatura për qytetin ku ke lindë? Po, ajo është një emocion i veçantë, i cili nuk mundet me u zavendësu, dhe mes tjerash ndoshta jo të gjithë kishin me pranu një sfidë, se gara në nivel, jo vetëm gara, po dhe qeverisja në nivel lokal e ka një sfidë vetën, e sfida me madhe është me qenë kryetari Mitrovicës. Prej pas luftës, jo vetëm tash, jo për shkak të madhësisë, ka dhe shumë probleme, po edhe për shkak të kompleksitetit që e ndërthen në vete, edhe është ndoshta komuna që është mas shumë të sfiduese me qeverisë, edhe thjesht është edhe aspekti i ambicjes tem për me lënë gjumë si kryetari i ardhshëm i Mitrovicës, por njëkohësisht është me interes që thjesht edhe me ndi pjesën e ndjesisë, emocionit edhe vlerësimit edhe për shkak se ajo është qyteti, sikur se ti e the që kam lindë dhe jam rrit, por njëkohësisht është edhe qyteti që i ku marr hapat e para. A ndryshon kërkesa ju me kërku votin për qytetin ku je rritë, ku je lindë? Sa ndryshon me kërku besimin e qytetarëve tu? Ke dalë njëri për njerëz më të votuar në Kosovë zgjedhjet e fundit. Besimi duhet më kërku kudo që thjesht i futesh garës. Ajo nuk besoj që ka ndonjë dallim prej nivelit të zgjedhjeve lokale ose nacionale, po fakti që kam qenë i 5-ti në nivel të Kosovës në zgjedhjet e fundit, edhe i 3-ti në listën e përbashkët të vetëvendosës edhe partnerëve guxo dhe alternative, do thotë ma ka rritë edhe ma shumë përgjegjësinë. Kjo rritja e përgjegjësisë, do thotë thjesht është dashur me i thirr arsyes, racionalitetit, po edhe njëkohësisht edhe pjesës së ndjesisë dhe pjesës së krenarisë.